Me disa marrëveshje të rëndësishme mes edhe dy vendeve, kujtojmë që Turqia ishte në mesin atyre vendeve që kontribuoi jo pak edhe në procesin e rindërtimit të shtëpive pas tërmetit të vitit 2019, duke ndërtuar 500 të tilla, por po ashtu duke asistuar edhe me burime njerëzore në operacionet e kërkim shpëtimit për të mbeturit në rënojat e atij tërmeti fatkeq. Teksa shohim liderin turk Erdogan që takohet me kryeministrin Edi Rama. Ndoshta nga syt, po, atletet pikërisht ajo ishte sepse u shoqërua gestikulacioni i presidentit turk me fokusimin e kamerave. Şimdi olmaz ya. Şimdi işimize bakalım. Çok işimiz var. Sadece konuşmalarla ilgili bir şey sorabilir yani nasıl gidiyor ve işte. Diçka janë duke folur me njëri tjetrin, dy liderët. Ndryshe nga rastet, të paktën nga shumica e rasteve, është duke shoqëruar vetë kryeministri Rama presidentin e Turqisë Erdogan, që përshëndet edhe përfaqësuesit e medjeve. Çok şey bekliyoruz. Beraber kardeşimle Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz. Azərbaycan Ermənistan danışıqlarını necə qiymətləndirilir? Ja, mos weer. Ragazzi. Insistojnë përfaqësuesit e medjeve për të marrë një deklarat nga presidenti Erdogan. Kısa bile olursa rica ederim. Gereğini söylesene. Sen benim adıma cevap ver. Ben meslektaşlarınıza Ndërsa iletirim kryeministri efendim. Rama Teşekkür drejtuar ederim. në pikën ku pret liderët europian, mes tyre ende pambëritur dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, me këtë të fundit që pritet të qëndrojë edhe gjatë ditës së nesërme në Tiranë, një takim me kryeministrin Edi Rama. Pra janë dy liderët që kanë qëndruar, do të qëndrojnë më gjatë në Tiranë. I pari ishte kryeministri i Britanisë Madhe Starmer, që ditën e djeshme pati një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama. Që u priti një ceremoni shtetërore, por po ashtu edhe së fundi presidenti Erdogan, presidenti i Francës ndjes, Emmanuel Macron, që do të ketë një vizitë